Rusia tigër letre, Putini përgjigjet Trump, po NATO çfarë është? Kush do të konkurojë me ne ta provoj? Presidenti rus Vladimir Putin ka përshkallëzuar retorikën e tij kundër perëndimit, duke deklaruar se Rusia tani është në luftë virtuale me gjitha vendet e NATO-s dhe paralajmëroi se çdo provokim nga Europa do të sjellë një përgjigje të shpejtë nga Moska. Në fjalën e tij të mbajtur në forumin e klubit të diskutimit Valdaj në Sochi, Putin hodhi poshtë çdo pretendim se Rusia ka ndërmend të sulmojë ndonjë vend antar të NATO-s, por theksoi se aleanca po merr pjesë drejt për drejt në konfliktin në Ukrainë. Ne jemi duke luftuar, ne po prodhojmë pajisje ushtarake, nëse dikush ende ka dëshirë të konkurojë me ne në sferën ushtarake, siç themi ne, le ta provoj. Kundër masat e Rusisë nuk do të vënojnë shumë, tha Putin. Putin shtoi mëtej se në Europë është krijuar një qendër e posaçme që mbështet forcat armatosura të Ukrainës, por sipas tij Rusia është në nivele shumë të avancuara dhe ka ushtrinë më të aftë në botë. Presidenti Putin ju përgjigj gjithashtu pretendimeve të kreut të Shtëpisë së Bardhë Donald Trump se Rusia ishte një tigër prej letre. Nëse ne jemi një tigër prej letre, atëherë çfarë është vetë NATO-ja? U kundërpërgjigj Putin. Lideri rus përsëriti qëndrimi se Moska ka ministri të mbrojtjes dhe jo të luftës, duke pohuar se qëllimi i saj është gjithmonë mbrojtës dhe nuk ka qëllime armiqësore ndaj vendeve të treta. Putini më pas komentoi mbi planin e Trump për paqen dhe qeverisjen pas luftës në Gaza, duke thënë se mund të ketë arsye për optimizëm. Mendoj se mund të ketë dritë në fund të tunelit. Tha ai, Rusia është e gatshme të mbështesë planin e presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza, por vetëm nëse kjo çon në krijimin e një shteti palestinez për krah Izraelit, tha Putin. Jemi në kontakt me Hamasin, është e rëndësishme që plani të mbështetet edhe nga Hamasi. Çështja kryesore është se çfarë mendojnë palestinezët, përfshir Hamasin për këtë, tha presidenti rus në një moment tjetër, duke shprehur pikpamjen se do të ishte më mirë që autoriteti palestinez i Mohamed Abbasit të merrte përsipër menaxhimin e situatës në Gaza. Vrasja e Charlie Kirk muajin e kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte e neveritshme dhe vërteton se ekziston një përçarje thellë në shoqërinë amerikane, tha diku tjetër presidenti rus. Putin më pas shprehu ngushëllimet e tij për familjen e të dashurve të Kirkut. Ne e simpatizojmë kryesisht sepse ai mbrojti vlerat tradicionale, theksoi ai. Por sa i përket kërcënimeve europiane për të goditur ekonominë ruse, Putin tha se do të marrë hapat e duhur. Është e pamundur, por nëse imagjinojnë duke përjashtuar prodhuesit dhe tregtarët rus, të cilët furnizojnë një pjesë të konsiderueshme të naftës botërore, nëse kjo do të ndodhte, çmimet do të rriteshin ndjeshëm, gjithçka do të kalonte menjëherë $100, tha Putin. Këto deklarata tash pravin në një kohë kyçe, teksa administrata Trump po përpiqet të gjejë taktika të reja për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë pas muajsh të tërë diplomacie të pasuksesshme.